Sot në ambientet e muzeut të qytetit u zhvillua konsultimi publik mes pushtetit vendor qytetarëve dhe ekspertëve të FLEK për projektin e ndërtimit të impjantit të riciklimit të mbetjeve të gjelbra në Krutje, sponsorizuar nga qeveria zvicerjane dhe suedeze. Është sfidë e madhe që Bashkia e Lushnjës e ka marrë përsipër, thotë kryetarja e Bashkisë Elida Mezini, pasi mbetjet e gjelbra në territorin e Bashkisë Lushnjë janë kthyer në problem të madh për qytetarët. Është një sfidë e madhe që ne si bashki kemi vënë vetes, patjetër, sepse mbetjet e gjelbërta kudo në gjithë bashkinë, në rajonet e qytetit, por edhe njësitë e fshatit, kanë krijuar goxha probleme. Kështu që ky lloj investimi, ky lloj projekti kaq i mirëpritur nga ne, shpresojmë shumë që të gjejë zbatim të mirë tek ne, për t'i dhënë zgjidhje një herë e mirë të gjitha këtyre mbetjeve dhe problematikave që na kanë krijuar në të gjithë njësitë tona të bashkisë sonë. Ekspertja për komunikimin Marcela Sina prezantoi projektin dhe sqaroi se impjanti do të plotësojë të gjitha kriteret e sigurisë teknike dhe të mbrojtjes mjedisore. Ne vim në Bashkinë e Lushnjës si pjesë e skuadrës e ekspertëve të FLEK, të cilët janë duke zbatuar një projekt të bashkive të forta, financuar nga qeveria zvicerane dhe qeveria suedeze, për të avancuar shërbimet e menaxhimit të mbetjeve në disa bashki të Shqipërisë. Në Bashkinë e Lushnjës, konkretisht, pasi u bë vlerësimi i nevojave prioritare, u ra dakord me bashkinë që do të punohej për konceptin e një impjanti kompostimi për mbetjet e gjelbra. Për shkak edhe të vetë natyrës së bashkisë dhe prodhimit në masë të madhe të mbetjeve të gjelbra. Ky koncept, ky studim është realizuar nga kolegu ynë, një ekspert gjerman, zoti Gernot Dilewski, me një eksperiencë të gjatë në fushën e menaxhimit të mbetjeve, i cili ka marrë parasysh të gjitha kushtet bazë dhe sidomos sasitë e parashikuara të gjenerimit të mbetjeve për të përcaktuar kapacitetin që duhet të ketë ky impjant kompostimi, duke u siguruar që të plotësohen të gjitha kriteret teknike dhe ato të mbrojtjes mjedisore. Ndërkohë Lulzim Bauman, ekspert për menaxhimin e mbetjeve, shpjegoi projektin me gjuhën e shifrave. Totali i të ardhurave është rreth 27 euro për ton dhe totali i kostove është 28.85 euro për ton. Kështu që ky projekt pritet mbulojë pothuajse gjithë kostot totalit kompostimit, me që se këto janë kostot të landfillit që janë 12 euro për ton që bashkia rregullisht ja paguan kur i dërgojnë landfill, plus kostën e transportit, plus të ardhurat që pritet shtohen nga kompostimi, kjo pritet që në fund mos ketë kosto ekstra për qytetarët. Nga çdo diskutim që kemi bërë tani, por edhe mbas të specifikimeve financiare të projektit. Ky është takimi i dytë me qytetarët. I pari u zhvillua me banorët e Krutjes, ku do të ndërtohet impjanti i riciklimit të mbetjeve të gjelbra.